Takimi me të rinjtë e qytetit të Lushnjës është fryzuar nga lideri i opozitës Lulzim Basha për t'u kundërpërgjigjur akuzave të kundërshtarit politik. Edhe pse në 21 qershor do të mbahen zgjedhjet lokale, Basha ka theksuar se ky është momenti i duhur për të folur për taksat, ekonominë e papunësinë, pasi të gjitha këto janë probleme që shqetësojnë qytetarët. Sulme ndaj opozitës, sulme ndaj meje çfarë tregojnë që nuk kanë ofertë, nuk kanë zgjedhje për ju. Thonë, Basha flet për taksën e sheshtë, e për rritjen e rrogave të pensioneve, për uljen e çmimit të energjisë, po ky nuk është momenti i dur. Kur është momenti i dur, nëse nuk është sot, kur papunësia rinore ka arritur 40%, kur papunësia kombëtare është 20%, kur mjerimi është pesëfishuar, kur çmimet janë rritur, kur nafta është më shtrenjta në Europë, kur energjia elektrike është kthyer në një maks për çdo familjar. Cilat janë prioritetet nëse jo këto çështje? E pra sot ju them, se për ne prioriteti numër 1 është punësimi. Prioriteti numër 1 është lufta kundër varfërisë. Prioriteti numër 1 është lufta për pagat larta, pensionet larta, për punë dhe dinjitet. Asnjë prioritet tjetër nuk kemi mbi këto. Për kryetarin e Demokratëve në 21 qershor, mazhoranca nuk ka pushtetin e numrave të deputetëve për të rrëzuar propozimet e opozitës që zgjidhin krizën në ekonomi. E u takon qytetarëve të vendosin se cilën platformë duan. Me 21 qershor këta nuk i kanë kartonat. Kartonat i ka populli. Dhe me kartonat e popullit, ne do ta ulim 25% çmimin e energjisë dhe do falim kamat vonesat për gjithë shqiptarët. Ne do ta bëjmë Shqipërinë vendin me taksën më të ulët në Ballkan. Uljen e tarifave për gjithë universitetet dhe për të rihapur filialet kudo ku ato janë mbyllur. Oligarkia nuk do të na ndal dot. Për rritjen e rrogave, për rritjen e pensioneve, për rikthimin në listën e ndihmës ekonomike të gjithë personave të larguar me të padrejtë, për kompensimin me vlerë tregu të gjithë objekteve të prishura në mënyrë të paligjshme. Kryetari i Partisë Demokratike Lulzim Basha u takua edhe me banorët e Çermës së Lushnjës, ku premtoi se ulja e çmimit të energjisë dhe taksës së qarkullimit, si dhe subvencionet për fermerët janë prioritete për Partinë Demokratike.